Fillon me një ide. Ajo zhvillohet me një plan. Duke punuar së bashku ne mund të bëjmë ëndrat tua të vërteta. Së bashku, prej planeve të vogla drejt ëndrave të mëdha. Biznesin tim e shoh shumë më të madh, do të thonë e shoh biznes me më tepër punëtor, e shoh me zgjeru biznesin. Ideja ka qenë unë femën, kam vllazën, familjen, do të thonë këta më kanë përkrah edhe ma kanë dhënë një shtytje që unë mu marr sot me këtë biznes. Ajo pajisjet kryesore janë snërshujnë, domethënë, që janë ato Francë që kemi qenë rakeca ata i quajnë, domethënë, janë pajisje atraktive. Simas asaj ka me qenë kërkim shpëtimi në borë, domethënë që ndërlidhet me këtë aktivitet. Këtë me bëni aktivitet që ndërlidhet edhe shëndeti edhe siguria. Kemi rregullu disa shtëpiza, si këto që po duken këto. Gjithçka ka qenë tradicionale, por ka pas edhe përsëri diçka verë se ka pas shumë sale të vjetra atë. Mas 5 vjetra, ka pas shumë punë, edhe ka pas shumë mirë rregulluar. Ka pas shumë sukses. To që da proširim svoju firmu, pa čak što više čak i u Evropu, Nemačku, Francusku, da proširim svoje usluge i to. Unë kam apliku për me bë prodhimin e kabinave në mjetet industriale, për ftohje, se normal që ato vynë për transportin e barnave, mishnave, sidomos kur është koha e nxehtë. Tregu e kërkon një proces tillë. Për momentin kushtet nuk janë rast pabashme për biznesin në Kosovë, por të gjithë ata që janë të interesuar të mirën me biznesin, se topin biznese të reja, duhet të kenë objektiva të qarta dhe të përpunojnë mirë idenë të tyre. E po atë potencialin, domethënë që turizmi, që ndërlidhet edhe me sportin, pak mundet me përparu. Ne të hinë këtyre me bizniseve, sa ma shpejt, domethënë, sa ma shumë biznise ka të përafër ta zhvillohet edhe ma letë, edhe përparohet ma letë, edhe bashkëpunimi bëhet kolegialitetit. Dhe fillu biznesi vetë, pa parasysh se çfarë biznesi. Nëse nuk e provon, kur nuk më shmerr.